Por mandati i 4, që sapo kemi marrë, është një histori krejt në vete sipas meja. Dhe nëse në familjen tonë të madhe fitoria 11 majit matet me kënaqësinë e numrit historik të mandateve që morën, për ne, të gjithë ne që jemi këtu, trupun udhëheqëse të kësaj familje, mandati i 4 duhet matet me barën e stërmadhe të një përgjegjësie historike, të cilën populli shqiptar e hodhi mbi supet tona, me peshën e jashtëzakonshme të plot 83 mandate. Janë 83 gur në kurriz. Duhet të them vllazërisht gjithë atyre që në shtator nuk do rikthehen në parlament që unë u mirëkuptoj plotësisht mërzinë për humbjen e garës individuale. Nuk ka garë individuale që mund ta humbasësh pa u mërzitur. Edhe kur luan me fëmijët me top. Ke një moment mërzie nëse kupton që ti si e më i pari dhe ata nuk janë më aq të vegjël, prandaj u munde. Por i siguroj se nëse do ta shohin humbjen e vendit punës në thonjza si një mundësi të re për një eksperiencë të re personale dhe profesionale në një vend tjetër pune, po në shërbim të të njëjtave qëllime të përbashkëta, si fitues të mandatit historik të 11 majit, atëherë jo vetëm që do të vazhdojnë të jenë të dobishëm, shumë dobishëm për këtë familje dhe për Shqipërinë, po do të pasurojnë karrierën e tyre politike e profesionale, dhe nëse dëshirojnë të rikthehen në kuvend, do mund të garojnë përsëri në të ardhmen.